18 vite pas shpalljes së pavarësisë, Kosova po synon të konsolidojë kapacitetet e saj mbrojtëse dhe të forcojë rolin në sigurinë rajonale. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci deklaroi se vendi tashmë ka ndërtuar një ushtrim modern e profesionale dhe ka përafruar me standardet e NATO-s, duke cilësuar transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës si një nga prioritetet kryesore shtetërore. Sipas tij, investimet në sektorin e mbrojtjes kanë qenë të konsiderueshme. Vetëm për blerjen e sistemeve të armatimit janë shpenzuar mbi 450 milionë euro, ndërsa fondet kanë zbuluar edhe ndërtimin e infrastrukturës së re ushtarake, baza moderne si dhe trajnime të specializuara brenda dhe jashtë vendit për personelin ushtarak. Maqedonci konfirmoi se Kosova ka kontaktuar sistemin amerikan të artillerisë 105 mm Hawk-i, duke bërë vendi i parë i Shteteve të Bashkuara që siguron këtë teknologji. Ky sistem konsiderohet i lëvizshëm dhe me prezicion të lartë, duke rritur ndjeshëm kapacitetet e reagimit të shpejtë në terren. Në aspektin toksor, Forca e Sigurisë së Kosovës disponon 3 sisteme antitank dhe është në pritje të sistemit të katërt. Ndërkohë, kapaciteti ajror janë forcuar edhe me drone luftarake Bayraktar TB2, prodhim turk, si dhe në sistemin amerikan Puma dhe drone kimikaz që përdoren për misione zbulimi dhe goditje precize. Autoritetet kanë bërë të ditur gjithashtu se janë në proces të sigurimit të helikopterëve multifunksional, të cilët do të shërbejnë për operacione emergjente, transport dhe mbështetje ushtarake. Ministri theksoi se objektiva është që Kosova të qëndrojë mes vendeve më të përgatitura ushtarakisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke i përjashtuar Serbinë për shkak të kapaciteteve të saj më të mëdha. Ai shtoi se çdo qytetar i Kosovës ka mundësi të aplikojë për të bërë pjesë e forcës së sigurisë së vullnetar, duke konsideruar këtë një kontribut të drejtpërtdrejtë për sigurinë kombëtare. Transformimi i FSK-s shihet nga autoritetet si një hap strategjik për forcimin e sovranitetit dhe për rritjen e bashkëpunimit me partnerë ndërkombëtar të sigurisë.